Kret në Greqi renditet në vendin e dytë, është më i madhi nga ishujt grek dhe krenohet me peizazhe të ndryshme nga plazhet e bukura deri tek malet dhe vendet e lashta minoane. Resortet këtu kujdesen për familjet dhe çiftet, duke servirur ushqim të shkëlqyer dhe një atmosferë relaksi, ndërsa Bregdeti në pjesën veriore është më i zhvilluar për turizmin, sipërmarrja në jug dhe në brendësi zbulon peizazhe mahnitëse, më pak të populluara me njerëz dhe përvoja autentike. E veçanta e Kretës është klima ideale, e cila mundëson që nga mesi i majit deri në qershor dhe nga shtatori deri në tetor të mund të zhvillohen aktivitete në natyrë dhe me më pak turma se sa muajt e pikut të verës, korrik dhe gusht. Ndërveprimi me vendasit tepërmiqësor, tavernat tradicionale dhe festivale lokale janë gjithçka nevojitet për pushimet perfekte. Siç theksohet në studimet e fundit, turizmi virtual po shfaqet në Kret, duke ofruar një mënyrë për të eksploruar vendet historike dhe bukurinë natyrore në distancë si një alternativë ndaj vizitave fizike.